Plani i presidentit të SBA-s Donald Trump për paqe në Gaza është mbështetur nga vende europiane dhe vendet e lindjes së mesme. Plani është mirëpritur edhe nga Australia. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar homologun e tij amerikan Donald Trump për përpjekjet e tij për të ndërmjetësuar një armpushim në rripin e Gazës dhe zotohet për mbështetjen e Turqisë për përpjekjet e paqes. Ministrat e jashtëm të Turqisë, Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Pakistanit, Arabisë Saudite, Katarit edhe Egjiptit publikuan një deklaratë të përbashkët për të shprehur besimin e tyre në aftësinë e Trumpit për të gjetur një rrugë drejt paqes. Deklarata u bë pas konferencës për media në Washington me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ku Trump paraqiti pikat kryesore të planit të tij për armpushim në Gaza. Propozimi përfshin lirimin e robërve izraelite dhe çarmatosjen e Hamasit. Ministrat theksuan rëndësinë e partneritetit me SBA-n për sigurimin e paqes në rajon. Ata konfirmuan gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive me SBA-n dhe palët përkatëse për të siguruar përfundimin dhe zbatimin e marrëveshjes në një mënyrë që garanton paqe, siguri dhe stabilitet për popujt e rajonit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu prezantuan një plan të përbashkët me 20 pika për të ndalur luftën në Gaza dhe për të hapur rrugën drejt stabilitetit afatgjat në lindjen e mesme. Plani propozuar përfshin shkatrimin e tuneleve dhe objekteve të Hamasit, trajnimin e forcave lokale të policisë dhe tërheqjen graduale të forcave të mbrojtjes së Izraelit nga Gaza. Në të njëjtën kohë, SBA-ja parashikon ngritjen e një qeverie të përkohshme teknokratike palestineze në mbikëqyrjen e një organi ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes, që do të drejtohet nga vetë Trump. Hamasi nuk do të ketë asnjë rol në këtë qeverisje, as në mënyrë të drejtpërdrejtë, as të tërthort.